çështja e origjinës pronës është një çështje që do të mbulohet nga një hetim tërësisht i pavarur dhe profesional përmes SPAK-ut. Ky ishte reagimi i kryeministrit Edi Rama në një dalje të pazakontë ku përshëndeti veprimet hetimore të SPAK për ligjshmërinë e transanksioneve për shitblerjen e tokave ku parashikohet të ndërtohet projekti turistik në Zvërnec të Vlorës. Në rast se shitësi ka një origjinë legjitime të pronës, do marrë parat. Në rast se nuk e ka, do t'i mbeten Republikës Shqipërisë dhe patjetër që ato do të përdoren për cilin do që do të provojë se pretendimin mbi pronën e ka të bazuar. E krahas kësaj, numri 1 i qeverisë ju rikthye hijeve të zeza apo interesave të palëve të treta kundër projektit që pritet t'i sjellë Shqipërisë investim 4 miliardë euro. Sipas Ramos, projekti nuk do të ndalet ndonse po bëhet çdo përpjekje në atë që e konsideroi si një luftë hibride. Nuk ka fare dyshim që kjo luftë do mbarojë dhe që gjithkush do të marrë atë që i takon. Dhe mbi të gjitha që Shqipëria dhe shqiptarët do të marrin të ardhurat që u takojnë për të rritur ekonominë. Shefi i ekzekutivit theksoi se përkundër kësaj qeveria dhe institucionet përgjegjëse kanë ndjeni për çdo kënd që po inicion atë. Kemi një nga mbrojtjet më të forta kundër terrorit kibernetik dhe që do thotë kemi një pasqyrë shumë të plotë se nga vijnë e ku shkojnë, por natyrisht ky nuk është një territor i terrorit kibernetik, ky është një territor i luftës hibride që zhvillohet. Pati një përgjigje për kërkesën e protestuesve që nga poshtë dritares së Zyrës i kërkojnë ndërheqjen. Dhe kush flet në emër të shqiptarëve duhet mos e harroj që unë përfaqësoj dhe mishëroj vullnetin e të paktën mbi 800.000 shqiptarëve. Ushtriu dorën ndërkohë se cilit protestues që në qendër ka shqetësimin për mjedisin. Kush flet për çfarë mund ndodhi me mjedisin, për si mund të mbrohet apo si mund të rrezikohet mjedisi, është i mirë se ardhur të bisedoj me mua dhe me ne. E thirrje çarëse ndaj tij i paralelizoi me aktivistët e Agimit të Ardh, parti ekstremiste në Greqi. Ata që vinë me librin e shtëpisë time poshtë dritares këtu tek selia e Partisë Socialiste dhe vinë vërdall në për rrugë si ata çakejt e Agimit të Ardh në Greqi që ulërinin në Greqi është e grekëve, ata janë subjekt vetëm për Zotin dhe Zoti i falë se ata nuk dinë çfarë bëjnë. Ndërkohë aktivistët e qytetarët që kundërshtojnë projektin për Zvërnecin kanë paralajmëruar se nuk do të tërhiqen deri në anulimin e tij.